Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal akibatu lil muttaqin wa la udwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim. Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahim. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون صدق الله العظيم. Falënderimi dhe lavdërimi takon Allahut xhaleshanuhu, atë e falenderojmë, prej tij falë dhe ndihmë kërkojmë, salat dhe selam i dërgojmë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre që e pasuan dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e Kiametit. Të respektuar vëllezër besimtar, do të jemi bashkërisht edhe sonte në shpjegimin e surës Yusuf, ku do të ndalemi tek ajetet 94, 95, 96, e që si temë do ta kemi Jakubi alayhis salam e ndjen erën e djalit të tij Jusufit alayhis salam. Ashtu siç e shpjeguam edhe mbrëm vëllezër të ndershëm besimtar, vëllezërit e Jusufit alayhis salam, pasi që u përballën me Jusufin alayhis salam dhe pasi e morën me vete këmishën e Jusufit alayhis salam, u drejtuan të gëzuar me karavanët e ardhur në Egjipt. Ndërkohë që ato po kalojshin momentet gëzura të jetës tyre, atje të qenë tokën e Shamit dhe në tokën e Kenanit, që ishte shtëpia e Jakubit alayhis salam, ai dhe familja e tij po kalonin momente më të vështira dhe momente të dhimbshme. Teksa vëllezërit ishin në kthim shtëpinë e Jakubit alayhis salam, ndodhi një ngjarje e jashtëzakonshme që i habiti gjithë. Jakubi alayhis salam u bë aktiv dhe filloi të lëvizej nga vendi i tij. Jakubi alayhis salam me siguri të fortë në vetveten e vet u drejtu familjes së vet dhe ju tha: nëse nuk do të ma mirëni këtë për të keq dhe nuk keni me më akuzu si mendje lehtë, si ignorant, si mashtrues, kisha me ju drejtu me disa fjalë dhe do t'ju thësha: unë me të vërtet po e ndjej erën e Jusufit alayhis salam. Me të vërtet unë po e ndjej që ditët e sprovës e të dhimbjeve kanë me mbaru shumë shpejt. Ashtu ardh koha e fitores dhe takimit me të dashurin tim Jusufin alayhis salam. Unë po e shoh se familja ime po e zhvesh petkun e pikëllimit, e të vështirësisë dhe po e vesh petkun e gëzimit, e të hares, por ju besoj që nuk unë besojni në këto fjalë. Allahu xhaleshanuhu këtë e përshkruar në ajetin e 94 të surës Yusuf, ku thot: وَلَمَّا فُصِلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُنْفِضُونَ. Kur karavani u largu nga vendi i Egjiptit, babai i tyre ju tha: unë me të vërtet po e ndjej erën e Jusufit, ndonse ju mund të më quani ju matuf. Fjalën matuf e përdorëm edhe na në jetën tonë përditshme, për me përshërsu do një madhvjetër shpesher i thojmë matuf i plak. Edhe djemët, edhe pse ishte pejgamberi Allahu xhaleshanuhu, edhe pse ishte i dashuri Allahu xhaleshanuhu, edhe pse ishte i zgjedhuri Allahu xhaleshanuhu Jakubi alayhis salam, kur nisi ta shfaqen gjenjen e tij
për birin e ti, Jusufin a.s. nisën mi thonë se ti i e mo ma tu flak mo, s'ma menti, ti ki njës fol ka e prapa, ti si din edhe qka fol. To shpesh herë në ndodhin për fatkeq edhe në përditshmërinë tonë, që nuk kemi kujdes ndaj prindërve tonë, nuk kemi kujdes ndaj të vjetërve tonë, nuk kemi kujdes se si sjellemi me prindërit tonë. E njëjta gjë ishte edhe me bijtë e Jakubit a.s. Allahu dhul Xhelal e përshkruan fjalën që e thanë bijtë e Jakubit a.s. kur baba i tiri ju tha se unë jam te një erën e birit tem. Ata ju drejtun dhe i thanë, kalot Allahu inneke lafi dalalike al-qadim. I thanë ata që ishin prezent për Allahun, ti që moti i e hub, ti moti i e në humbje. Ditari i madh Ibn Abbas e shpjegon këtë kështu, dhe thotë se do më thonë ti vazhdon me atë mendimin tënd të përhershëm se edhe pse i gabum. To ishin fjalë jo të mira që ja drejtuan bijtë e vet Jakubit a.s. Ata nuk duhej të flisnin prindit tyre në atë mënyrë, aq më tepër kur dihet se Jakubi a.s. ishte pejgamberi Allahu xhaleshanuhu. Kështu e thonë edhe shumë dietarë të tjerë kur e komentojnë këtë ajet kuranor. Pastaj vazhdon Allahu dhul Xhelal në ajetin tjetër kuranor dhe thot në surën Yusuf ajetin 96, e kur erdhi Mushdegjiu i avuri atë këmishën mbi fytyrën e tij, ati u kthyen të pamurit dhe tha, a nuk ju thash se unë di nga Allahu xhaleshanuhu ata të cilën jo nuk e dini. Dietarët e mëdhej, tefsirollahët, Mujahidi dhe Suddiu, kanë thonë se ai i cili e solli Jakubit a.s. këmishën të lyrë me gjak, trem, ishte Jeudha, i biri Jakubit a.s. Tashmë duke dasht ta lënte atë gabimin që kishte bërë më herët, ja solli këmishën e Jusufit a.s. me erën e tij, me aromën e tij, për ta hedhë në fytyrë babait të tij Jakubit a.s., të cilit posa e hodhin në fytyrë këtë këmishë ju kthye shikimi. Pas kësaj, Jakubi a.s. ju drejtua fëmijëve të vet. A nuk ju thash se unë di nga Allahu çka ju nuk dini. Unë e dija, pastaj isha i bindur se Allahu xhaleshanuhu do të mi kthente fëmijët e mi. Unë edhe zatën ju thash, po e ndjej erën e Jusufit, ndonë se ju mund të më quni se e kanë lënë mend. Më pas ata ju drejtuan babait të tyre duke syniu dhe mshmërin, duke u kallëzu se shumë janë dhimbshëm këto. Edhe në jetën tonë përditshme shohin njerëzit të cilët, sidomos mesin familjar kur gabojnë, mundohen atë gabimin ta përmirësojnë, donjëherë përmirësohet ai gabim, donjëherë edhe shkohet edhe ma keq, hihet edhe ma thellë. Edhe bijtë e Jakubit a.s. po dojnë t'i kallëzojnë babës së tyre se sa dhëmshëm janë këto, se sa e kanë pas gajle këto për Jusufin, se sa e kanë pas gajle këto për Benjaminin, se sa e kanë pas gajle këto se çfarë mërzie i shkaktuan babës së tyre Jakubit a.s. sa që u bon shkaktar që Jakubi a.s. nga qarja e madhe që i kishte, u verbu. Çfarë gajle i kishin këto e tash, i drejtuan ku Allahu xhaleshanuhu në ajetin e 97 të surës Yusuf e shpjegon kështu dhe thot, ata ju drejtuan babas së tyre dhe i thanë, o baba jon, lutu për neve, ta falen gjunahet tona, se me të vërtet ne kemi qenë fajtorë. Ne ishmi fajtorët kryesorë. Ibn Mesudi dhe një grup tabiinësh kanë thënë se
Jakubi a.s. nuk e bon një dua, nuk e bon një lutjen për bijtë e tyre, e shtini deri në kohën e Sivirit, kur duaja është edhe më e pranueshme nga Allahu xhallashanuhu. Ndërkaq Ibn Gjeriri e sjell rrëfimin nga Muharib ibn Dithari se njëherë Omeri radiallahu anhu hyri në xhami edhe ati e dëgjoj dikan nga sahabët i cili luteshte: o Zoti im, ti më ftove mu dhe unë ju përgjigja ftesës tënde. Më urdhërove dhe unë ju binda urdhrit tënd. Kjo është koha e Sifirit, prandaj mi fal gjunahet. Pasi dëgjoj me vëmendje zërin Omeri radiallahu anhu, kuptoj se kjo lutje, kjo dua vinte nga shtëpia e Abdullah ibn Mesudit. Pastaj ju drejtua Abdullah ibn Mesudit dhe e pyeti për këtë dua, tha: Jakubi e ka shtit duan për kërku fale për bijtë e vet në kohën e Sifirit, kur tha së shpejti do të kërkoj fale Zotit tim për juve. Më vonë do t'ja kërkoj Zotit tim falen, tha Jakubi, se vërtet Allahu xhallashanuhu është ai që fal, është mëshirues. Ajeti i 98 i surës Jusuf. Vëllezër të ndershëm besimtar, kjo sure, këto ajete, kjo ngjarje konkretisht na jep këto mësime. Fillimisht na bjen ndërmend për me parashtru pyetjen se si e ndjeju Jakubi a.s. erën e këmishës së birit të tij Jusufit a.s. Këtë pyetje e kanë bërë shumë komentues, tefsirolog të Kur'anit famëlar, dhe kanë konstatuar se një mrekulli e jashtëzakonshme nga ana e Jakubit a.s. apo Jusufit a.s. Por duke pas parasysh se për këtë çështje Kur'ani famëlar ka hesht dhe nuk ka shpreh nëse është një mrekulli apo jo. Është më e lehtë që ne aty ku Kur'ani nuk shpjegon, aty ku hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk shpjegon, ne nuk guxojmë, nuk kemi të drejtë japim mendimet tona, sa do të sakta që i kemi. Por çka themi? Nëse nuk e gjejmë atë, atëherë duhet kërkohet shpjegim shkencor. Nga disa transmetime thuhet se këmisha e Jusufit a.s. nuk ka qenë një këmish e zakonshme ose një këmish e thjesht, por ka qenë një rob prej robave të xhenetit, cilën ja kishte lënë trashëgim Ibrahimi a.s. i cili njihej dhe njihet si miku i Allahu xhaleshanuhu, familjes së Jakubit a.s. që ishte për kujtim ndaj tij. Një njeri i madh si Jakubi a.s. i cili kishte shqisën e të nuhaturit xhenetit, e ndjeju erën e kësaj robe, e ndjeju erën e kësaj këmishe që nga larg. Ndryshimi i gjendjes së pejgamberëve. Një çështje tjetër e njohur këtu është edhe pyetja që e kanë ngrit një pjesë e komentuesve të Kur'anit famëlar në lidhje me Jakubin a.s. Si është e mundur që ky pejgamber i Allahu xhaleshanuhu, ky pejgamber kaq i madh, ta ndinte erën e këmishës së Jusufit nga një largësi e madhe, cilën disa e kanë vlerësu shumë kilometra larg, ndërkohë që ai nuk mundi ta ndinte ngjarjen më të afërt që i kishte ndodhur Jusufit a.s. kur e patën hedh bunar në pus tokën e Kenanit. Duke parë atë që e përmendëm më lart, për dijen e fshetë dhe kufizimin e dijes së pejgamberëve, përgjigja për këtë pyetje është sipas dietarëve e thjeshtë.
dija e tyre në çështjet e fshehta, në çështjet e gajbit, është e mbështetur në dijen dhe dëshirën e Allahut xhaleshanuhu. Dhe në atë që Allahu xhaleshanuhu dëshiron t'u mësoj apo të mos u mësoje nga dija, edhe nëse ajo gjë është në pikën më të afërt të saj bote. Gjithashtu parashtrohet pyetje nga një ngjarje afullau se si ju kthie shikimi Jakubit a.s. Disa komentatorë të Kuranit, disa tefsirologë të Kuranit kanë thënë se Jakubi a.s. nuk e kishte humbur shikimin plotësisht, por vetëm se ishte dobësu shikimi. Sipas tyre, kur u bashku me të bijtë, filloi ndryshimi i tij, asa ju kthie shikimi sikur i kishte më parë. Por ajetet kuranore tregojnë qartë se Jakubi a.s. e kishte humbur shikimin plotësisht dhe se syt ishin zbardhur nga dëshpërimi, nga hidhrimi, nga derti, nga galja. Duke bazuar këtë, atij i u kthy shikimi nëpërmjet mrekullisë, mu'gjizës, siç thotë edhe Kurani famëlar, atij i u kthye shikimi. Premtimi për të kërkuar falje. Këto ajete lexojmë se kur vëllezërit ja shprehin Jusufit pendimin e tyre, ai ju tha, Allahu do t'ju falë. Por kur ata pranuan gjunajin e tyre, pranuan mëkatin e tyre dhe shprehen pendimin e tyre tek Jakubi a.s. ki fundit ju tha, do ta lutë Zotin tim që t'ju falë. Siç tregojnë disa transmetime, qëllimi i Jakubit a.s. ka qenë që ta vanonte përgjigjen e kërkesës së tyre me qëllim që ai t'i falte deri në syfirin e natës së xumë, i cila është koha më e mirë për lutje, për dua, për të pranuar lutja dhe pendimi. Sipas kësaj ngjarje kuptojmë edhe këtë mësim se ndërmjetësimi është i lejuar. Nga ajetet e lartë përmendura mësojmë se kërkesa për falje ndaj të tjerëve nuk bien kundërshtim me njësimin e Allahut xhaleshanuhu me teukidin, por ajo është një rrugë apo mënyrë për me arrit kënaqësinë e Allahut xhaleshanuhu. Në të kundërtën, si do të mundet t'i përgjigje Jakubi a.s. pozitivisht kërkesës së djemve të tij për me kërku falje për ta tek Allahu xhaleshanuhu. Kjo çështje tregon se ndërmjetësimi i të dashurve të Allahu xhaleshanuhu në përgjithësi është i lejuar. Ata mendojnë se kjo nuk bien kundërshtim me teukidin ton, me njëshmërinë e Allahu xhaleshanuhu. Dhe prej mësimeve që i morim nga kjo ngjarje është barimi i natës së errët. Zotën edhe kjo është mësimi më i madh që mund ta nxjerrim nga këto ajete kuranore, sado që vështira dhe të rënda janë ngjarjet dhe problemet tona, sido që t'jenë rrethanat dhe shkaqet, dhe sado i ngadalshëm t'jetë triumfi, asgjë nuk e ndalon shpresën dhe lutjen tek mirësia e Allahut Dhul Xhelal. Allahu xhaleshanuhu është ai i cili i riktheu shikimin Jakubit a.s. me anë të aromës së këmishës. Dhe ai, Allahu xhaleshanuhu, e transferoi atë aromë nga një distancë e lagët, duke ja kthy të dashurin e humbur pas shumë viteve gjata në pritje. Allahu xhaleshanuhu është ai i cili është i aftë i bashkoj zemrat e plagosura nga ndarja dhe t'i shëroj dhimbjet e shpirtave. To tregime kuranore na e gjejmë mësimin e rëndësishëm se nuk ka asgjë të vështirë për fuqinë e Allahut dhe xhaleshanuhu. Por çdo gjë që i nënshtrohet
urdhnit të Allahu xhaleshanuhu, dëshirës së Allahu xhaleshanuhu. Vërtet urdhri i tij kur Allahu xhaleshanuhu dëshiron diçka, është i thot asaj bëhu, dhe ajo gjithsesi se do të bëhet. Bashkarisht këtë natë të Ramazanit, këtë 10 ditë fundit të Ramazanit, e lusim Allahun xhaleshanuhu që ibadetet tona t'i pranon. E lusim Allahun xhaleshanuhu që jemi nga ata të cilët e kryjmë këtë ibadet ashtu siç na ka mësuar Allahu xhaleshanuhu dhe ashtu siç na porosit Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Bëjmë dua lutje në këtë natë të Ramazanit, të gjithë të vdekurit tonë Allahu xhaleshanuhu inshallah i mëshiron. Bëjmë lutje dua të sëmurit tonë Allahu xhaleshanuhu i shëron. Bëjmë dua lutje, lusim Allahu xhaleshanuhu që pleqët tonë Allahu xhaleshanuhu t'i forcon. Bëjmë dua lutmi Allahu xhaleshanuhu që rinin tonë Allahu xhaleshanuhu në rrugë të mbarë ta udhëzon. Lutemi Allahu xhaleshanuhu që të na mësoje në këto 10 ditë fundit që jemi ata të cilët e ringjallim ibadetin tonë, që jemi nga ata të cilët i falmi namazet tona, që jemi nga ata të cilët nuk e lëmë asnjë namaz, që jemi nga ata të cilët vazhdojmë me agjerimin tonë, që jemi nga ata të cilët i shtojmë sadakat tona, që jemi nga ata të cilët vazhdojmë me leximin e Kur'anit, që jemi nga ata të cilët vazhdojmë me shprehjen e dhikreve tona, gjuha jonë që jetë vazhdimisht e lagur me dhikr, duke thonë la ilaha illallah, duke thonë astaghfirullah, duke thonë subhanallah, duke thonë elhamdulillah, duke thonë Allahu akbar, duke thonë salavat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, duke i shtu vazhdimisht këto ibadete, këto dhikre për me e shiju ibadetin e Ramazanit ashtu siç na ka urdhëruar Allahu xhaleshanuhu, dhe ashtu siç na porosit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pasi që jemi në 10 ditën e fundit kur edhe mund të qelloje edhe nata e madhe e Kadrit, inshallah Allahu xhaleshanuhu na mëson që ta shijojmë, ta përjetojmë dhe dalmi faqebar, dalmi me gjunahe të falura para Allahut dhul xhelal, walhamdulillahi rabbil alamin.